Pyetja sot është për numrat 369 të Nikola Teslës. A janë vërtet kaq misterioz sa thuhet? Numra 369 si dhe shumë numra të tjerë kanë aplikimet e tyre në natyrë. Tesla në eksperimentet që bënte i haste shpeshherë këto numra. Dhe këto numra shpeshherë janë rrjedhime të serisë Fibonacci. Normalisht ne kemi folur për hojet e bletës, për flutucat e sapunit, për gjethet e pemëve, për formën që rriten ato dhe për shumë aplikime të tjera tek fusha magnetike, forma e fushës magnetike, forca e fushës magnetike e tjerë, të çojnë shpeshherë tek numri 3, 6 dhe 9. Dhe normalisht Tesla, me të drejtën e atyre dijeve që ishin në atë kohë, i quante këto numra si të veçantë, se ishin numrat që ishin rrjedhoj praktike dhe teorike e punës së tij. Por, po të marrim të gjitha fushat e shkencës, do shohim që nuk është vetëm numri 3, 6 dhe 9, por edhe shumë numra të tjerë, të cilët janë kyç në shpjegimin e natyrës. Kur një teori fizike e përhapen shumë në popull, domethënë bëhet publike, populli nxjerr detaje nga kjo teori dhe mundohet të avancojë në teorinë fizike. Në pamundësi të kësaj, ai fillon të kthejë këto detaje, numra 369 në këtë rast, t'i kthejë në numra misterioz dhe të krijojë ide, teori mbi këto numra që janë vërteta reale. Dhe normalisht këtu vi në konspiracion. Këtu kemi konspiracion personal, dhe fillojnë pastaj teoritë më të ndryshme.